ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية أما بعد فالمدريمة الأفضليمة إتاكوين بتم الله تعالى وجل صلوات وسلامات يدرقوا محمد صلى الله عليه وسلم Pasha dhe mshira Zotit Gjellewala që mbita mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër nga vendi dhe diaspora, jemi edhe më tej tek cikli i hutbeve si të sillemi me Allahun Azza wa Jall. Normalisht për këtë çështje isha në dilema të flas apo jo. Ama kur ka të bëjë raport me Zotin, e kemi për detyrë me fol. Ta them të drejtën, unë si hoxh nuk është lehtë me fol në atë aspektin se atë çka flas duhet me fut në praktikë dhe kanë herë edhe folmia thot populli të vret dhe është kundër teje. Me bëna kemi për detyrë me thonë të vërtetën edhe na dhem ajo. Çështja e dytë është që kjo ka të bëjë me hutbën e sotme, janë disa tema emocionale, delikate, besa dhe të ndryshme në aspektin shpirtëror, tema të cilat në të kaluarën kanë qenë evidente për më pak, në të tashmen kanë marrë hovë të madh, qoftë përmes anës mjekësore, apo përmes gjërave të tjera, mirë po ta dimi se në çdo gjë që ndodh me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Tema është si të sillemi me Allahun Azza wa Jall kur Zoti na jep një evlad invalid. Kur Zoti na jep një evlad me nevoja të veçanta. Evladi të nderuar xhamat është begati e Zotit. Është dhuntia e Allahut që dikush jep parë me kamion me bu evlad. Mirë po i lumi Allah ka thonë ti ki mos përvu edhe ka qësh meselja. Ai tjetëri ka evlad, por e ka me nevoje të veçanta, qoftë aspektin psiqik, apo me nevoje të veçanta aspektin fizik. Se ka njëherë, invalidluku psiqik është shumë më i rond se sa invalidluku trupor. Andaj jo të gjithë prindrit janë të gatshëm me u ballafaqu me këtë sprovë, edhe me prit këtë sprovë me duar të hapura, pa probleme, edhe pa as kalime psiqike, do thot për shkak sprovës me evladet e tyre. Pasha Zotin e madh, shpesher na vijnë pyetje, a ka hoxh kemi bu analiza, sipas analizave një mujore, 2 mujore në detaje, fëmia ka këtë sindrom, ka atë sindrom. A duhet me mbaj fëmijën, a me largu? La ilaha illallah. Për para këto sprova nuk i kena pas bashkë theksume në këtë formë. Ka pas njerë të smut, mirë po se po merë hovë të madhë, një lugin e vogël, prej moshës 2 vjeqare, deri 12 vjeqare, me dalë preshev me dokument 29 fëmi, a i qetri autik, ki qetri me sindrom Down, a i qetri mbianoc 29 vetë, do dhëtë afërsisht 60 vetë, 2 den 12 vjetë, nuk është pak, se kemi met banor pak në numër, po flasë për ata që i kanë lajmëru fëmija në për institucione për mi ndimu, fizikisht, financiarisht, apo shka poti une. E ata tjerë që kanë lajmëru, hala ku milësojën. Andaj pa tjetër, duhet me ditë, që shmu sjell me Allahun Azza wa Jall në këto situata të ndishme, në këto situata delikate dhe as pak të leta, letësh me fol për këtë temë, a më vështirësh me e fut këtë temë në praktikë. Andaj, vështirësh me gjithë fshat, që nuk ka sprovat e tilla, e s'po flasmi lugin, qytez apo dhe shtet. Për të arsye duhet me ditë që shmu sjell me Allahun Azza wa Jall. Parimisht, fëmia është hedije, është dhurat prej Allahut Azza wa Jall. Edhe nëse ki fëmijë ka linë me evidentime se është nimet meta, duhesh me qenë krenar,
që Allahu përmes këtij fëmije invalid ta ka mundsu me marr epitetin bab edhe non, që dikush lufton me vjet, edhe me muj merr sebepe, me marr epitetin bab edhe non. E para është të ka nderu Allahu, ani pse të ka sprovu, me ke sprov, të ka nderu Zoti Xhelewala, me marr epitetin bab dhe non, epitet të cilin dikush e prit që 20 vjet martesë. Ai qeti që 15 vjet martesë. E lu Zotin e Madh në këtë xhami që Allahu të gjithë ata që i ka privu deri tash dhe s'kan fëmijë, Allahu të lëshojë rahmet edhe t'i begatoj me fëmijët e hajrit. Çështja e dytë që duhet me pas parasysh është, duhet me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Mendim të mirë kur të lind vajza sagllam. Mendim të mirë kur të lind djali sagllam. Mendim të mirë kur e vladi lind me të meta. Duhet me pas mendim të mirë, nga se sabri shikohet goditjen e parë. Cila është goditja e parë? Kur vinë analizat për mjekut, kur të kthehet letra pi larg, edhe thotë që ky fëmijë ka probleme, ose është autik, ose me sindrom, që të momente Allahu e dëgjon zemrën tonë dhe çka po thot, e dëgjon gjuhën tonë dhe çka po thot, e shikon mendjen tonë dhe çka po thot. Pra duhet me pas mendim të mirë për Zotin. Pse ka është mendim të mirë për Zotin? Allah i më sfërvoj, pse mu ma dha këtë invalid, pse mu më sfërvoj, pse ashtu? S'ka me Zotin kësi fjalë. Turp është, e di është e dhimbshme. Nuk është lehtë me pa e vladin ashtu. Mirë po mendimi i mirë për Allahun, ku është? Për shkak se Zoti ka garantuar ty edhe mua, edhe atjetën që ka sprovu, që la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah i se sprovon, kërkon jashtë asaj që ka mundësi me baj. Ty të ka dhonë invalid, Allahu e vlad, se ti e ban, ai qetri vlla, kjo motra, se kanë kaçikin tond. Kjo nuk është mu lavdu, por Allahu si jep atij që s'e duron. Allahu si jep atij që s'ka sabër me bajt, atij që s'ka kaçik me bajt. Kuna ja jep? Allahu e përgadit terrenin, e përgadit nanën babën, edhe që ata që mujtin me bajt, që e di ai pishtat kaçeve, që atyve ja i sprovon Zoti, që atyve jep e vlad të sprovum, apo të handicapum, e jo ati qete që s'ka vakt as 2 minuta me nejt me grujen, apo edhe me fëmijët vet. Andaj, çështja parë që du me pas, prindrit këtë rast, është mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall. E dyta është, pa qete duhet me pranu këtë punë, edhe duhet me nushtru Allahut edhe me bo sabër. Unë e di që s'ka mundësi insani isha me bo. Kur të lindë fëmia, vren që është invalid, mu tranu, s'muti mu tranu, me bërtit, me Allah i narujt, me ofendu, me i bërtit grujës, me bo budalakia, çka me bo? Pranim, dorëzim total. O Allah, ti e ki caktu, ti ki dashur shtu më konë, unë e thëmë, amin, i nështrona, do thot urdhë tonë. Për të arsye, ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, 2 fjalë të mëdha i ka thonë. E para ka thonën, nuk arrihen gradat e larta botës tjetër, pa kalu në përtherrat e sprovave. Ka mundësi që ki fëmijë invalid, bëhet sebeb ty me çunjes në xhenet. Namaz kun fal, se ki fal bon ki që duhet, i ki pas men teren. Unë e kum ninu, se ki bo bashkë për Allah. A ka orë që edhe para kum dhonë, o në regull, i ki pas punë të përzime. E me ti pastru çto punë, Allah i të ka qut që ke sprovë. Se pa që ke sprovë, së ne fiton t'i gjenetin. Kër e pranon këtë formë, sprovën, dozosh, edhe i kinashëm ato që ka caktu Allah ose gjellë. E tha thënjën e dytë, bis sabri wal yaqini, tanalu limametu fi din. Me sabër edhe me bindje, arrijet pjekuria në fenë Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, prindin nderuar, i sprovum, duhet kur mos me hup shpresën në Allahun Azza wa Jall. Gjithmonë duhet me u lut. Ani pse ka mundësi ka njerë me dëgju fjalë pahishme për njerëzve. Unë e po flasë për Lugin. Jemi popull solidar. Jemi popull që dojmë një tjetërën. Jemi popull që e përkrajmë një tjetërën. Edhe kjo dëshmu në çdo aspekt, si të bimin për shërim të njerëzve të sëmur, për të bimin e të hollave për shtëpi, për banes, e për ata, e për këta. Pasha Allahin me këshyrë sa pare am lidhet Lugin, pak njerëz jemi na. Po problemi është zemra e madhe. Duke të bu parat për banesën apo shtëpinë e një dashamirit, e një në salë se ta tha një fjalë të madhe. Çka tha? 1.300 euro mos ma shku jemnin. Tha ga uq, kum hekve, kum punu për 200 euro. Kum punu 35.000 dinar, 45.000 dinar, kum hek 8 vjetë. Masyllë dhumi Allah u martoha me vizë, dola, thot e që ato heka haloj kom kryje, e pijap se
edhe unë s'kum pas kulmi në shtëpi. Tash ma mundësoj Allahi, i tha zemrës teme, mos u bë njëri kreten, njëri poshtër, të ka qitë Zoti pi batlëket piloqit, ndihmoj tjerëve. Thot smujta me bë sabër më vnis për Zvicër e mos me prushtur parat e fundit. Piloni 200 frank për naft, dhe sa shkojnë në Zvicër. Çështu i lumi Allah të bën sprova tyje. Andaj kur mos i hub lutje, mos e hub shpresën për shërim edhe me u lut Allahu Azza wa Jall. Lutja është arma më e fortë e atij që është në zorg. Arma më e fortë e besimtarit. Edhe mos i lë se bepët për shërim. Çka thonë njerëzit? Që 2 vjet jeto e çu për shembull të lokopedis s'po fol, pse peçon. Ai qeti që 2 vjet jeto të çu në terapi me het, s'po jet, pse peçon. Mëra njerëz. Njerëzit nuk kanë nevojë për dekurajim. Nuk kanë nevojë për fjalë të tilla. Ata kanë nevojë për kurajo. Nëse materialisht s'ke mundësi me përkra, spaku shuj ose thuaj një fjalë mirë. Allah i ka me ti që lut. Po mundohesh, po argjitesh, kur mos u shpresat e Zotit. Të tjerët shpresat des të fundit. Ama të na kur nuk des shpresa. Po dhe nëse kur nuk fole vladi, edhe kur mos të ecë ke dunja, në të botë je i qetë para Allahu se ki marrë se bepët. Tha Zotit, rroke e vladin edhe shkon xhenet me vladin. A s'është kish problemi madha? Pasha Zotin edhe s'kishe pas që me të ecë ndoshta, edhe me të fol. Kur e shef problemin e Allahut, thashë që Allahu e ka përgatitur për ty, për shkak se vazhdimisht ju ke lut Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu në Zvicër, në Gjermani, që ja thon me keqardhje, përkundër feje tjera, e kanë rregulluar sistemin e njerëzve të tillë. Nuk paramendoni edhe njerëzit invalid si lojnë sakat. Falni shprehje. Njerëzit invalid i shtin me u inkuadru diçka. Kishbe vesh me bojt letra. Palloma, kushumës me bojt. Mi kallzu insanin që ke dunja s'ke arë me nejt karrik. E nëse invalidin peshtim me punu, ti me kom të tua, shka e tu bu. Pejgamberi sa me ka vet një njeri i verë, për ja Rasulullah, ka njerë s'po ka kush me mëcu në gjami, s'po shofune. Atë falat e shpia, i tha falu. Tha ku shkoj që njeri që në veti, tha unë e jom ja Rasulullah. A ndin e zonin, tha po, din gjami falu. Qore ti ka thonën, a i që s'ka sy, ti me sy të mirë, me ko me dur, haja në sale, 5 herë ndite me dur në gjepa, në kafe, edhe nuk i përgjigjesh e zanit. Mbara dhe turp është kjo. Andaj me arë neve, njerës pa fe, me në tregu qush me sistemu ligjin, kjo është mbara për neve. Ama duhet me japë syt, edhe për këta fëmijë duhet me bo diçka. Edhe këta fëmijë duhet me i angazhu, pas po di, qatë sa di, që 2 vjet, 10 vjet ki me qu, për shkak se njeri i shnoshtu kon pasiv, kalbët trupi, pa i që është invalid. Ande me angazhu me diçka, me qua që, me qunë shëqat, me qunë këto, me shunë shkollë, muarë si mu, një fjalë me të mësun, 2 vjetë balash me thonë babi, mami, shkolla, lapsi, balash me di që kur ta shofe e vladi e të lapsin, me di për shka është lapsi. Jo me marë lapsin dhe me shtingoj, sa të zdi, kur zdi, ku nuk i bje mas, edhe nuk e qëna për shkolla. Unë e di që nuk është e letë, se pa uspërvu njeri, letë është me folë, pa duhet pa qeter, edhe këta thim me i angazhu, edhe mos me ilon pasiv. Gjithashtu, prej çështjeve është, duhet pa qeter që me qenë zemra jote falenderuse. Me dal jashtë, mos më bo sebeb që njerëzit me t'i arsyetu sjelljet e tua, edhe negativitetin tënd, edhe shpirt ligësin tënde për shkak të vladit tënd. T'ka dhek e vladi, Allah në xhenet e qoft. E ke vladin e smut, Allah i ta lecof, je ngarkum. Ama çdo fjalë tënde, të pamatur, çdo sjellje tënde, valla marsetoni sun e kom e vladin e smut. La ilaha illallah. Inshallah Zoti në xhenet çon. Ama karakteri sjellja nuk arsjetohet me asnjë. Bono zemër falenderuse, je i buzëqeshur, ta dim hallin, përkrahemi, ama jo me arsyetu gabimet e parësyshme, e pa nevojshme, për shkak se e ke vladin e sfrëgum. Gjithashtu prej çështjeve është, nuk guxon sprova mu bo sebeb që ty me të largun nga rruga Allahut Azza wa Jall. Për të arsye shpesh njerëzit vesin agahoç, s'po dim çish me vlerësu, edhe çish me ditë që këtë vlet që më ka dhënë Zoti, apo ç'ta e vlet smuçi më ka dhënë Zoti. A mi ka dhonë me më sprovu, me më qunë xhenet, a mi ka dhonë Zoti me më denu. Përgjigja shumë e thjeshtë. Ka thonë Ibn Kaimi, nëse që kjo sprovë që ka dhonë Zotin e vlad, të bon ty më afër me Zotin, të lidh me Zotin, shpresa ndaj Zotit rritet, i lutësh Zotit, bosh burr i mirë. Kjo është për ty përgëzim, që Allah i ka më ta përgatitur xhenetin. Pse? Se ka thonë pejgamberi, Allah i kënë e don e sprovon, ja shton dozën e sprovës.
Një prej sahabëve tha, deri kur kështu ja Rasulullah? Deri më takoni mua tha te haudi. Këtë nxehtësi sprovave. Këto loç që keni qitë për evlat, ku më jalo me ujë të Zemzemit edhe ke uthiren në xhenetin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu prej çështjeve që i kanë cek dietarët është patjetër duhet që me u informu nana dhe baba. Përpara të ndëruar xhamat s'ka pas literaturë. Përpara nuk ka pas material. S'ka pas njerëz shkollum në të aspektin me u marrë me këta fëmijë. Edhe normale është mu anku mësusja, s'po di me u marrë me fëmijë autik, s'po di me u marrë me fëmijë me sindrom. Për atë arsye duhet me mbajtë seminare, po edhe prindrit mu avancu. Me ble libra për të smundje, se ka mundësi i në hak fëmijës tonë. Është ditë që shmo u sjell, si s'provu më herët, andaj dush me ditë, çfarë ndjenje ka autiku, çfarë ndjenje ka sindromi, çfarë sjellje ka, që nëse i bon sjellje fëmija në shtëpinë tonde, mos me i në hak, edhe mos me i gjyku sikur se fëmijët e tjerë që janë normal. Gjithashtu duhet patjetër me u kujdes për vetveten. Çush me u kujdes për vetveten? Të nderuar xhamat, zemra mërzitet kanë erë, pasha Zotin e madh lodhet zemra. Syni leton, ama nuk bën muslimani më kon pesimist. Me kajt çdo mezhlis, me kajt çdo ditë, me kajt çdo natë, çka bën me kajt? Çka po do të bëj? Okej, po mërzitesh, lutësh rahmet, ama pajtohu me saktimin e Zotit. Ishte ke let, ama shpreso se mërzia e sjell sheqerin, mërzia e sjell tensionin. Ajo e sjell to, lidhur me Allahun, s'ka me pas problemet e tilla me lejen e Zotit xhelavala. Dhe normalisht, këto e ceka më herët, gjithmonë shoqëria jonë ka ditë me qenë mikpritse e këtyre sprovave. Dhe gjithmonë ka qenë me mirësjellje më të mirë, më të lartë mundshme. S'po flas për Kosovë, s'po flas për Shqipëri, se janë vëllezërit tanë, aspekti kombëtar fetar, po flas për këtë lugin të vogël. Vëllezërit e kanë dëshmuar që vazhdimisht janë pranë një tjetrit, si në përdarsma, si në përdeka, apo edhe në për sprova të ndryshme. E lutem Allahun azza që ata që janë sprovu, edhe sprovuar me këtë sprovë, inshallah Zoti i forcon dhe realizon, ndërsa ata të cilët i përkrahin dhe i ndihmojnë, inshallah Zoti i shpëlbën me të mira. Allahu i shoft rahmet, Allahu i shoft shërim mbi të smurit tan. Amin, amin. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم فيما قلت وما سمعتم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم